Lidhja e sindikatave të Maqedonisë sot nuk ka vërejtur ndonjë rritje të madhe të çmimeve në markete. Nga kontrolli i kryer nga punonësit e sindikatës është konstatuar se produktet që përfshihen në shportën minimale sindikale nuk janë shtrenjtuar dukshëm. Përkatësisht ka pasur rritje të vogël që do ta shtrenjtonin shportën për vetëm 30 deri në 40 denar. За среќа на граѓаните и на работниците се уште нема некои драстични зголемувања на цените, односно вредноста на синдикалната минимална кошница за делот за храни и за пијалоци е зголемена само за некои 30 до 40 денари, што кажува дека или трговците ќе бидат фер кон граѓаните и кон работниците и нема да ги зголемат неоправдано цените, или пак се уште не стигнале да направат промени, имајќи во предвид дека ова е првиот работен ден после 1 мај, кога за среќа во трговијата работниците не работат на празник. Trëndafilov pret që të vazhdojë trendi i tillë si dhe të ulen çmimet, përndryshe përmes webfaqes cenometar.mk në periudhën prej 24 prillit deri më 2 maj mund të vërehet se çmimet e disa produkteve janë rritur në mënyrë drastike, ndërsa të disa produkteve janë ulur. Në disa markete të caktuara, çmimi për 1 kilogram i zhviçi është rritur për 19%, por andaj ka rënje të çmimit të mishit të pulës. Në disa markete, rritje më të madhe të çmimeve ka te detergjenti, për rroba edhe atë 60%, por megjithatë ka ulje të detergjentit të lëngshëm. Te perimet janë shtrenjtuar domatet, ndërsa është ulur çmimi i trangujve, ndërsa te frutat është evidentuar çmim më i ulët i portokalleve. Te bulmeti është shtrenjtuar kaçkavalli, ndërsa është ulur çmimi i jogurtit. Kryeministri Hristijan Mickoski paralajmëroi se do ta ndjekin gjendjen dhe nuk do të lejojnë rritje të çmimit. Janë dhënë udhëzime deri te Ministria e Ekonomisë dhe Inspektorati Shtetëror të Tregut për të kryer kontrolle në terren. Лично разговарав и со министерот и со директорот на пазарниот инспекторат за засилена контрола не само кај трговците, туку и кај дистрибутерите и производителите. Да видиме да нема некои привлезните фактури сега пак исто така трикови. Не само и оние кои што ги продаваат на своите рафтови во своите дуќани. Mickoski shtoi se nuk do të lejojnë që dikush nga pjesëmarrësit në tregti të shërbejë me truqe në dëm të qytetarëve.